CNA ka futur në filtr pasurinë e kreut të gjykatës së lartë Sokol Sadushi, njeriu që siç e kemi theksuar, kaloi në sistemin e drejtësisë pa kaluar vettingun. Sokol Sadushi është njeriu që shkroi reformën në drejtësi për të mbrojtur veten. Përmes disa shkrimeve, CNA zbuloi pasuritë e Sokol Sadushit, kreut të gjykatës së lartë, që ka kapur dhe sistemin e diplomacisë, ku vajza e tij Evi Sadushi prej vitesh mban postin e sekretares së parë në ambasadën e Shqipërisë në Madrid, një portofoli gjerë me prona, pagesa nga institucionet, llogari bankare, depozita, bono thesari, obligacione. CNA ka zbardhur ditë pas dite dosjen e pasurisë së kreut të gjykatës së lartë Sokol Sadushi. Në filtr janë edhe familjarët e tij. Pas zbardhjes së pasurisë së kreut të gjykatës së lartë Sokol Sadushit, bashortes së tij Edlira Petrit, vajzës së tij Evi Sadushit, sot do të sjellin pasuritë e djalit të kreut të gjykatës së lartë Keidi Sadushi. Ajo që rezulton nga të dhënat në ILDKPI, familja Sadushi duket se zotëron apartamente, llogari bankare, bono thesari, obligacione, depozita bankare me miliona. Njësoj si Sokol Sadushi, Edlira Petri, Evi Sadushi, edhe Keidi Sadushi deklarohen kontrata obligacionesh me kontrata 7 vjeçare dhe bono thesari përveç llogarive bankare. Ja çfarë deklarohet në ILDKPI. Në vitin 2014, llogari bankare gjendje në 18/12/2014, $3.771, depozit bankare €11.676, trashëgimi nga gjyqja, depozit në euro €5.522, trashëgimi nga gjyqja, depozit në bank $336.423 lek, trashëgimi nga gjyqja. Viti 2016, depozit në emër të Evi dhe Keidi Sadushit në gjendje në datën 30 dhjetor 2016 në shumën €23.786, trashëgimi nga gjyqja. Sipas dëshmisë së trashëgimisë, vendimi datë 31/3/2011. Sipas dëshmisë së trashëgimisë së gjyqes, vendimi i datës 31 mars 2011 në emër të Evi dhe Keidi Sadushit ka kaluar dhe është regjistruar apartament banimi me sipërfaqe 51.1 metra katror në Vlorë, apartamenti i cili është përfituar nga trashëgimlënësja nga privatizimi i banesave. Sipas kontratës së shitblerjes me rezervë datë 29 dhjetor 2016, apartamenti është shitur në vlerën €20.000 nëpërmjet llogarisë bankare në emër të Evi Sadushit, ndërsa pjesa tjetër do të likuidohet brenda datës 15 mars 2017, shitur në shumën €20.000, nga të cilat janë likuiduar €10.000. Pjesa tjetër do të likuidohet brenda datës 15 mars 2017. Llogari në bank me gjendje në datën 29 dhjetor 2016 në shumën €337.070 lek dhe llogari në shumën €5.502, trashëgimi nga gjyqja. Llogari në bank me gjendje në shumën $3.779.039. Kjo llogari është hapur në muajin gusht të vitit 2002, si llogari në momentin e hapjes ka qenë në shumën $1.000. Viti 2017, shitur apartament banimi me sipërfaqe 55.1 metra katror në Vlorë, përfituar nga trashëgimia e gjyqes. Sipas kontratës së shitblerjes me rezervë në datën 29 dhjetor 2016, apartamenti është shitur në vlerën €20.000, nga të cilat €10.000 janë likuiduar në datën 27 dhjetor 2016 nëpërmjet llogarisë bankare, ndërsa pjesa tjetër, prej €10.000, është likuiduar në datën 23 mars 2017. Shuma prej €20.000 përfituar nga shitja e apartamentit nga llogaria rrjedhëse e motrës ka kaluar në depozit në emrin tim dhe motrës në bank në muajin gusht 2017. Shuma totale €20.000, nga të cilat €10.000 përfituar në vitin 2016, deklaruar më parë dhe gjatë vitit 2017 përfituar shuma €10.000. Nga kontrata e sipërmarrjes për ndërtimin e pallatit mbi Trullin me sipërfaqe 285 metra katror dhe shtëpinë me sipërfaqe 90 metra katror e fituar me trashëgimi nga mamaja, janë regjistruar në datën 7/5/2017 në Vlorë në emër të Sokol, Evi dhe Keidi Sadushit. Pasuritë si më poshtë.
është garazh 39 metra katror, apartament me sipërfaqe 111 metra katror, 62 metra katror, 90 metra katror, 63 metra katror dhe 89 metra katror, njësi shërbimi me sipërfaqe 86.5 metra katror, 33.3%. Sipas kontratës së shitjes, në datën 4/7/2017, apartamenti me sipërfaqe 89.2 metra katror që ndodhet në Vlorë, në bashkëpronësi me motrën dhe babain, u shit kundrejt çmimit 45.000 euro. Shuma 30.000 euro pjesa takuese e Kejdi dhe Evi Sadushit ka kaluar fillimisht në llogari rrjeste të Evi Sadushit dhe në muajin gusht në depozitën 2 emërore në bank. Shuma 30.000 euro përfaqëson pjesën time dhe të motrës, pjesa ime takuese 15.000 euro, sipas Kejdi Sadushit. Depozita e deklaruar më parë në shumën 23.786 euro, së bashku me motrën time të përfituar sipas dëshmisë të trashëgimisë nga gjyqja gjatë vitit 2017, është shtuar dhe shuma totale 50.000 euro. Shitja e apartamentit sqaruar më sipër. Gjendja gjithsej 73.786 euro, shuma 73.786 euro. Pjesa takuese është ndarë dhe në datën 4/8/2017 është hapur depozita në emrin tim në bankë në shumën 36.957 euro, 73.786 euro dhe 36.957.14 euro. Nga depozita në shumën 36.957 euro, deklaruar më sipër shumë 30.000 euro, kalojnë në kontratë titull obligacione të konvertueshme në aksione lidhur në bank në datën 30/10/2017 me afat 7 vjet për blerje të 3 obligacioneve me vlerë totale 30.000 euro me interes 4% në vit. Nga shuma totale 36.957 euro u pakësua shuma 30.000 euro, e cila kaloi në obligacione në bank. Gjendja e mbetur në llogari në datën 31 dhjetor 2017 është 6.957.014 euro. Llogari në bank në gjendje në datën 31 dhjetor 2017 në shumën 320.780.073 lek, paksuar në shumën 10.300 lek dhe llogari në shumën 5.300 euro, trashëgimi nga gjyqja. Llogari në bank në gjendje në shumën 3.780.084 dollar. Kjo llogari është hapur në muajin gusht në vitin 2002 si llogari futura. Në momentin e hapjes ka qenë në shumën 1.000 dollar. Viti 2018, kontrat titull obligacione të konvertueshme në aksione me afat 7 vjet për blerje të 3 obligacioneve me vlerë totale 30.000 euro me interes 4% në vit, shtuar vetëm nga interesi në shumën 920 euro. Llogari në bank në euro. Gjendja e mbetur në llogari në datën 31 dhjetor 2018 është 6.957.014 euro. Gjendje e pandryshuar e deklaruar më parë. Llogari në bank në gjendje në datën 31 dhjetor 2018 në shumën 325.080.073 lek, pakësuar në shumën 1.700 lek, si dhe llogari në shumën 5.081.053 euro, pakësuar në 218.47 euro. Burimi sipas dëshmisë së trashëgimisë nga gjyqja, vendimi datë 31/3/2011, është mbyllur llogaria në depozit në bank me gjendje në shumën 3.779 dollar në momentin e mbylljes. Viti 2019, kontrat titull, obligacione të konvertueshme në aksione lidhur me bank me afat 7 vjet për blerje të 3 obligacioneve me vlerë totale 30.000 euro me interes 4% në vit, e deklaruar më parë shtuar vetëm nga interesi në vit shuma 920 euro, gjithsej 1.830 euro, llogari në bank në euro. Gjendja e mbetur në llogari në datën 31 dhjetor 2018 është 6.957.014 euro. Gjendje e pandryshuar. Llogari në bank në euro me gjendje në datën 28/6/2019, respektivisht në shumën afro 323.030.073 lek dhe në shumën 4.762 euro. Burimi, sipas dëshmisë së trashëgimisë së gjyqes, vendimi 31 mars 2011, mbyllur të dyja llogarit në datën 28/6/2019 dhe në datën 1/7/2019 dhe tërhequr shumat përkatëse, duke i disponuar në kesh. Viti 2020, kontrat titull, obligacione të konvertueshme në aksione, lidhur me bankën me afat 7 vjet për blerje të 3 obligacioneve me vlerë totale 30.000 euro
euro me interes 4% në vit, e deklaruar më parë, shtuar vetëm nga interesi në vit, shuma 929.83 euro, llogari në bankë në euro, gjendja e mbetur në llogari në datën 31 dhjetor 2018 është 6.957.014 euro, gjendje e pandryshuar, llogari rrjedhse në lek për pagesën në isa.net SHPK në shumën bruto 143.752 lek dhe neto 119.639 lek, gjendja në datën 31 dhjetor 2020 ishte 119.639 lek, të ardhura nga paga si jurist në isa.net SHPK në shumën bruto 143.752 lek dhe neto 119.639 lek. Viti 2021, njësi 86.50 metra katror, pjesa takuese 18.3%, sipërfaqja takuese 15.82 metra katror, burimi trashëgimia, apartament 63 metra katror, pjesa takuese 33.333%, sipërfaqja takuese 20.99 metra katror, burimi trashëgimi, apartament 111 metra katror, pjesa takuese 33.333%, sipërfaqja takuese 36.99 metra katror, burimi trashëgimi, garazh 39 metra katror, pjesa takuese 33.333%, sipërfaqja takuese 12.99 metra katror dhe burimi trashëgimia, apartament 186 metra katror, pjesa takuese 33.333%, sipërfaqja takuese 61.99 metra katror, burimi të ardhurat, llogari bankare 14.956.7 euro, burimi të ardhurat, llogari bankare 82.553.36 lek, burimi të ardhurat, depozit bankare 6.957.14 euro, burimi të ardhurat, bono thesari, obligacione 30.000 euro, burimi të ardhura nga pagesa isa.net SHPK 600.000 lek. Viti 2022, njësi 86.50 metra katror, pjesa takuese 18.3%, pakësimi vlerës 16.500 euro, shitur 16.500 euro, llogari bankare 28.074.044 euro, burimi të ardhurat, llogari bankare 28.074.44 euro, burimi të ardhurat, llogari bankare 33.321.34 lek, burimi të ardhurat nga panga, llogari bankare pakësuar në 82.553.36 lek, llogari bankare pakësuar në 14.956.7 euro, të ardhurat të tjera 948 euro, të ardhura nga paga Insik SHA 317.500 lek. Viti 2023, llogari bankare 2.36 euro, burimi të ardhurat, llogari bankare pakësuar në 8.321.34 lek, llogari bankare pakësuar në 10.715.04 euro, llogari bankare shtuar 956.049 euro, burimi të ardhurat nga interesi, të ardhurat nga paga Insik SHA 470.323 lek, të ardhurat të tjera 956.49 euro. Viti 2024, llogari bankare 30.997.89 euro, burimi të ardhurat, llogari bankare 1.960.81 euro, llogari bankare paksuar në 2.048.63 euro, të ardhurat të tjera 947.78 euro. Viti 2025, llogari bankare paksuar në 5.098.88 euro, llogari bankare paksuar në 1.962.58 euro, llogari bankare paksuar në 2.464.56 euro, të ardhurat të tjera 134.44 euro.